Do diskutojmë tani për raportin mbi tranzicionin e vendit tonë 2024-2025 publikuar vetëm pak ditë më parë nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Më gjërësisht, do diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, pedagogun Mateo Spao. Zoti Spao, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Ishin disa rekomandime, sugjerime, hartim politikash nga ana e Bergzhit për autoritetet tona, në mënyrë të veçantë për sa i përket formës se si ekonomit me karakteristikat si e Shqipërisë trajtojnë sektorin industrial, prodhimin industrial në tërësi. Dhe Bergzhi përmend faktin që vendet si Shqipëria nuk kanë kapacitet si fiskal, ashtu edhe administrativ për të mbështetur këtë sektor dhe për të qenë konkurrues me vendet që i kanë gjitha kapacitetet. Si duhet jetë qasja në këndvështrimin tuaj në këtë aspekt? Atëherë, në fakt, kjo ndodh në ekonomitë e vogla, por në rastin e Shqipërisë, unë dhe themi që nënvizohet një element në mënyrë indirekte që ne kemi që nga vitin 1998 e tej, që nuk kemi një politikë industriale. Pra, çfarë do bëjmë aktivitetet prodhuese në Shqipëri? Dhe kjo kuptohet se kemi, se nuk është se njerëzit nuk e vënë trurin në punë, por pikërisht sepse truri vjet në punë, e vënë në punë dhe importuesit. Pra, do të them, jemi në një fazë të tillë ku importuesit kanë lobuar pranë organizmave shtetërore, prej vitesh. Në mënyrë të tillë që vendi mos të kishte politika industriale të mirëfillta. Dhe po ta shikosh ku kemi ecur nga pikpamja e prodhimit ose të aktivitetit prodhues, ka qenë rindërtimi i hidrocentraleve dhe të elementeve të tjera, ka qenë elementi i turizmit, elemente pra që kemi shtruar rrugë e kështu me radhë. Pra, të gjitha elemente në të cilën le të themi kështu nuk kemi pasur importues privat. Tani fajin, thënë kjo nuk e kanë importuesit privat, sepse ata naturisht e thele verdi kanë. Sigurisht. E kanë ata që paguajnë nga xhepat tona për të përfaqësuar ne dhe të mirën e vendit, dhe jo për të përfaqësuar importuesit. Pra, në çfarë ka ndodhur? Është folur shumë në Shqipëri ndër vite për zonat lira ekonomike. Pra aktivitetet prodhuese nuk janë bërë. Janë tani 2 apo 3 tentativa? Janë 3 tentativa, dhe këto 2 tentativa ama janë për energji të pastër, teknologji, inovacion, pra për jo për aktivitet prodhues tipik, klasik, industri e lehtë, transformuese të produkteve bujqësore dhe elemente të tjera. Edhe rënd qoftë. Pra, vijon që ky sektor që është i domosdoshëm të jetë i bllokuar. Duket sikur më thjesht është importor se sa prodhon Shqipëri. Është absolutisht më thjesht importor, për një arsye të thjeshtë. Në momentin kur importuesit janë pak, edhe në import ti nuk ke konkurrueshmëri. Dhe këta importuese kanë më të thjesht që një pjesë të marzhit të tyre të fitimit ta shpërndajnë në formate të ndryshme të ligjshme apo jo, se sa të marrim prodhues vendor, të cilët konkurrojnë me marzhin e fitimit për të eksportuar. Dhe nuk i kanë gjitha këto marzhe. Sepse importuesi nuk ka dhe kosto. Ka kosto në shpërndarjes. Kaq. Imagjino ti je prodhues, ke 1001 hallë, 1001 kosto, 1001 standarde, 1001 punëtor për të marrë, dhe pastaj ke edhe shpërndarjen, siç e lam. Pra, e gjithë çështja është pikërisht kjo që është më e vështirë që të ndërtosh politika prodhuese brenda vendit, në raport me gjitha këto, dhe themi kështu, këto ftesa për mëkat, ta themi kështu, në raport me produktet e huaja, se sa ti dorëzohesh, pra, mëkatit, në thonjza. Pra, çfarë duhet të them është pikërisht kjo që ka arsye, dhe Bergzhi ka shumë të drejtë duke nënvizuar që ti duhet të kesh minimum një aktivitet industrial minimal. Dhe edhe ato aktivitete që janë tendencialisht problematike. Pra, si për pasojë, pikërisht sepse dhe vuajnë një import pa pik rregulli dhe pa pik kontrolli, sepse edhe importet që kemi duhet të kenë standarde të caktuara dhe si pasojë dhe ato detyrohen pjesërisht që të mos të prodhojnë në mënyrë cilësore. 1/3 është raporti prapë thuajse. Tani. Import eksport. Tani. Pak histori ekonomike. Nga viti 1984 e tej, kur të dhënat janë bërë publike, Shqipëria ka për çdo 100 import vetëm 25 eksport. Kjo ndaloi se qenurit kështu vetëm në vitin 2009.
kur filluan në funksion hidrocentralet e para dhe kur Shqipëria në atë ko u fut në një fash të vogël tregu, ku përfaqësuesit kryesor ishin fasonët, bashkë me energjinë, pas pranverave arabe dhe pasi u larguan nga Tunizia dhe nga vendet të tjera, u futën pjesërisht në Shqipëri. Drejt Ballkanit. Aty kaloi në 1/3 nga 1/4 që ishte. Një element i dytë, hopi i dytë, cilësor, u bën në vitin 2011-2014, ku kaloi 1/2, 50%. Okay? Ku u rritë edhe më shumë elementi energjetikës dhe u përforcuan disa elemente të tjera prodhuese. Pra diferenca u bë të energjia. Pra u bë 1/2. Kishte edhe disa aktivitetet të tjera prodhuese, tendencialisht pak më industriale, ose një zgjerim i aktiviteteve, të themi kështu, ekzistuese. Por aty ka ndaluar te 1/2. Dhe çfarë ndodhi që me përforcimin e lekut, me 20%, sepse 120 lek, 1 euro, tani është 97 lek. Pra, kemi 20% e ndoshta më shumë të vlerësimit të lekut. Që do të thotë që produktet shqiptare janë 20% më të shtrenjta. Pra, prodhimi në Shqipëri është shumë më i shtrenjtë. Sot. Kemi dhe këtë presion të dytë. Kjo gjë ka bërë që të humbasim terren dhe ka bërë që ne të jemi në një situatë ku sot nga 1/2, pra mbulimi 50%, jemi rikthyer drejt 40-s. Pra kemi bërë për herë të parë nga viti 1980, më falni, në 2009, kemi filluar të bëjmë regres. Pra, në këtë sens, këtu duhet menduar seriozisht dhe bën shumë mirë Bergji, që duhet një politikë industriale. Industriale e qartë. E qartë, e kthjellët. Pra, çfarë e thënë ndryshe? Çfarë duam që në këtë Shqipëri të kemi pas 20 vitesh? Çfarë aktivitetet prodhuar? Sepse turizmi mund të jetë shumë shpejt ciklik, ndërtimi mund të jetë shumë shpejt ciklik. Nuk kemi aq të vegjël sa të mbajmë vetëm me një fushë. Nuk kemi aq të mëdhenj sa të kemi gjitha fushat. Por elementet bazë po. Mos të kesh një element bazik, siç është industria përpunuese lëndëve të para, ose pasurit i kemi. Po edhe elementet e bujqësisë, pra. Pra, mos të kesh transformimit produktit bujqësor dhe mos të kesh një aktivitet bujqësor normal. Pra, më falni, kush është ai vend tjetër në Europë që nuk ka fabrikat e përpunimit, qumshit, djathit dhe elementet të tjera me cilësi normale, pra minimale, ose të ketë gjitha ato industrinë e lehtë, i thoni njëre një kohë. Pra, sot në Europë gjitha vendet i kanë. Sigurisht. Pra, tani, ti ke probleme edhe këtu, si Shqipëri. Nuk ke një sistem, ke pika prodhimi, jo një sistem prodhimi. Pika prodhimi dhe dalin me çmim më të lartë kam. Po natyrisht, sepse kur nuk lidhen në rang sistemi, pra por ngelen pika, tani ai mund ta prodhojë në Shqipëri, po kur nuk ke një qumësh të standardizuar në Shqipëri, atëherë fillon dhe merr ose qumësh plur ose importon nga jashtë. Pra, dhe ti thjesht një pjesë e hallkës së prodhimit, po vetëm kaq. Pra, çfarë po kërkohet është ndërtimi një sistemi, po për të bërë këtë gjë, nuk mundet e lëmë në dorë një privati ose një tjetër, sepse ai do shikoj që është vetëm një hallkë dhe nuk arrin dot kur të jetë vizotrues dhe të kapi gjithë tregun. Ka kosto? Supozojmë që qeveria do bëj një politikë industriale. Kjo ka mundim, ka vëmendje. Okej? Dhe kostot janë shumë më të vogla se benefitet. Është një politikë afatgjatë, por afatgjatë ishte edhe turizmi. Dhe në turizëm i kemi marrë ca rezultate. Do doja të filloja për ta vlerësuar elementin e rilindjes urbane. Ishte një element përmirësues, po. Përmirësimi gradual infrastrukturës, sidomos në zonat të caktuara të interesuara nga turizmi. Ishte një gjë e mirë, po. Përmirësimi ngadalë imazhit në rrjeteve ndërkombëtare. Ishte gjë e mirë, po. Politika jashtme vazhdimisht e drejtuar ndaj paqes dhe stabilitetit dhe sigurisë së vendit. A jepte atë sigurinë që Shqipëria është një vend i qetë? Pra, të gjitha këto elemente bashkë, në një kohë afatmesme, 5 vjeçare, 10 vjeçare, a filluan të jepnin rezultatet e turizmit? Po, absolutisht po. Dhe natyrisht vazhdohet me porta, është okej. Është proces. Një pjesë të këtyre infrastrukturave ti po i ndërton. Krahas këtyre infrastrukturave ka ardhur koha që të fillojmë dhe të bëjmë politika industriale, sepse infrastruktura tashmë po i ndërton, hapi tjetër është pikërisht kjo, që të krijojmë klastere industrial ose distrikte industriale sistemike.
Pra, dhe kjo duhet bërë, po për të bërë këtë gjë, ka nevojë për një angazhim shumë serios për bujqësinë, dhe mos të ndodhi më që Europa të blokon të gjitha fondet, sepse do me thënë ta kesh bërë baltë. Sigur se ndodhi me Fardin. Sakt, dhe krahas kësaj edhe një alternativ për prodhuesit shqiptar, ku t'i çojnë këto produkte. Do me thënë tek aktivitetet industriale të transformimit të tyre. Pra, e gjithë kjo fash duhet merret, qeveria duhet merret konkretisht. Duhet të them, kujdes, nuk se nuk shkojnë mirë iniciativat e tjera që lidhen me industritë alternative ose që lidhen me AI, me pjesën teknologjike e kështu me radhë, ose me pjesën e pastër dhe të gjelbër. Shumë mirë, po janë elemente, janë kontorno në raport me elementin qendror. Duhet jetë bërthama. Është bërthama dhe është telbi që mungon. Bergji thotë që mund startohet me zonat e lira ekonomike. Pikërisht. Por thotë gjithashtu që efekti më së shumti është lokal. Por gjithsesi mund të jetë një start. Jeni të njëjtin mendim? Atëherë, dhe njëherë, ne nuk pretendojmë dhe Shqipëria që të heqim disa iluzione, nuk do ishte kur një fuqi globale industriale. Pra, pikërisht efekti lokal duhet jetë, po sepse edhe në pjesën lokale ti merr importe, ky është problemi. Këtë lokalin duhet të zgjidhim. Pra, ne nuk pritet që të ndërtojmë fabrika dhe industri të mëdha me 2.000-3.000 punëtorë secili, jo, nuk është kjo gjë. Por të shërbejmë nevojat tona dhe të provojmë në raport me veçantit në produktet që kemi të eksportojmë ato si një produkt tipik shqiptar, do ishte interesante. Pra, dhe do ishte interesante ama që për të marrë certifikimin e qumshit për të bërë të eksportueshëm, Ministria e Bujqësisë të përkrahë ndërmarrjet shqiptare, sepse mjaftojnë 4 milionë euro, për të marrë certifikimet ISO në BE dhe për të bërë letrat. Por e ka këtë mundësinë fermeri shqiptar? Po jo. A e ka gjë shteti 4 milionë euro? Asgjë. Është 50 metra rrugë. Është 100 metra autostradë, më falni. Se me kostot e sotme. Me kostot, po. Tani, dhe sistemon të gjithë pjesën e hallkave të krijimit të vlerës për gjithë prodhimin e qumshit, tregtimin dhe si pasojë të produkteve dytësore, se nëse keme cilësi qumshin do i kesh dhe të tjerat. Pra, është një shembull, por do një asistencë të drejtë për drejtë dhe një kontakt të drejtë për drejtë. Dhe do që të merresh. Sigurisht. Ndërkohë, me optimizëm ishte guvernatori Sejko, i cili, përveç kritikave të Bergzhit, tha prioritetet ose ku mund përfitojë ekonomia shqiptare dhe eksporti i shërbimeve teknologjike, njëkohësisht edhe eksporti i energjisë, investimet kryesisht në energji të pastër. Mund përfitojmë, i kemi të pazhvilluara ato të tjera të industrinë, por këto që janë të reja dhe mund ta kapim momentin aty ku duhet. Atëherë, elementet e rritjes ekonomike të Shqipërisë, pjesa më e madhe janë labor intensive, pra anglisht do me thënë që kanë një intensitet të lartë pune dhe të ardhurash. Ku është pjesa pozitive? Që vendet e reja të punës që po krijohen janë vendet e reja pune me të ardhura të larta. IT-ja është një nga këto shembull dhe Shqipëria ka një rol pozitiv. Pra, ndërmarrjet shqiptare po krijojnë një rol pozitiv drejte në një rang ndërkombëtar. Dhe është gjë shumë e mirë. Shumë e mirë. Problemi është që krahas këtyre, dhe këtë thotë dhe Bergji, dhe krahas një turizmi në rritje, krahas një ndërtimi në rritje, edhe në fushën e ndërtimit, rrogat janë rritur në mënyrë shumë domethënëse. Në ndërtim dhe në induktin e ndërtimit. Pra, po të shikojmë sot, edhe nga Istati, vlerën dhe rritjen e të ardhurave të atyre që prodhojnë mobilje, do të ngeleshim, domethënë, janë rritje 2 shifrore çdo vit. Pra, por kush është çështja? Çështja është që krahas këtyre kemi një masë të madhe qytetarësh që nuk po e ndjejnë këtë rritje ekonomike dhe këtë zhvillim. Sepse jo të gjithë janë ekspert IT-je, sepse jo të gjithë janë ekspert në ndërtimin e mobiljeve, ose jo të gjithë kanë sipërmarrje ndërtimi. Atëherë, kush është çështja? Që pjesa më e madhe që nuk i ka këto kapacitete, ka kapacitete më të thjeshta më. Pra, përtej, siç thash përpara, këtyre elementëve që janë risi shumë pozitive për ekonominë shqiptare që do jenë gjithmonë më qendrore në të ardhmen, ama duhen elementet bazik. Pra, janë ato elemente që vendet si Maqedonia i kanë, por ne nuk i kemi. Ama janë ato elemente që i mbajnë njerëzit më të lidhur me territorin. Sot fshatat e Maqedonisë janë shumë më të populluara se e Shqipërisë, por janë edhe më të populluar për 2 aspekte. Një, ka një sistem bujqësor funksional, ka edhe shërbime shtetërore që ju shkojnë aty.
që janë shumë të rëndësishme patjetër. Absolutisht po. Pra, ideja të dyja gjërat pra lidhen me njëra tjetrën për krijuar një qark të virtytshëm. Pra, Bergji po thoshte në rjeshta që krijo një sistem industrial sa më të përbërë për të rezistuar krizave sektoriale. Pra, natyrisht kur janë kriza globale ti nuk i reziston dot, por kur ka një sektor krizë, shembull turizmi, çfarë do bëjmë ne? Nëse turizmi merr goditje gjithë ekonomia. Sakt. Por nëse turizmi merr goditje, as do marrë goditje pjesë e ndërtimit? Patjetër janë ndërlidhur. A do marrë goditje pjesë e ndërtimit gjitha elementet e tjera? Po pjesë e konsumit? Pra, dua të them që çfarë po thot Bergji, fillo diversifiko ekonominë tënde se nuk ke aq pak banor sa të merresh vetëm me një gjë. Nuk jemi këtu në Monte Carlo as në San Marino. Jemi në një vend shumë më të strukturuar. Atëherë pikërisht për këtë arsye ti të lindet domosdoshmëria që mos të fokusohesh vetëm në një sektor. Gjithë përfshirja, ju e përmendët pak, zoti Spau, por për ta lidhur njëkohësisht edhe me grup kapitujt e fundit që u hapën. Rritja gjithë përfshirëse dhe konkurenca. Konkurenca e bizneseve tona krahasuar me partnerët evropian. Ta nisim me rritjen gjithë përfshirëse. Sa përqind duhet kemi rritje ne, ose si duhet të shpërndahet ajo në mënyrë që ta ndjejnë të gjithë këtë rritje? Për strukturën ekonomike që ka Shqipëria dhe për rritjen ekonomike që ka patur Shqipëria, që efektet pozitive të rritjes ekonomike të fillojnë të ndjejnë në të gjitha shtresat shoqërore, duhet që rritja ekonomike të kalojë 4%, 5% e lartë. Nëse ti do që edhe me një rritje më të vogël, më shumë njerëz ta ndjejnë, atëherë duhet bësh reforma brenda ekonomisë. Reformat e para kanë lidhje me konkurrencën, me hapjen e tregjeve. Ndër vite kjo gjë nuk ka ndodhur. Duke filluar nga tani do zoti, se nuk na ngjelet themi gjë tjetër. Por deri tani nuk ka qenë vullneti politik për ta bërë këtë gjë. Dua të them jam përtej partive, sepse nuk ka patur shumë diferenca midis 2005-2013, sidomos midis 2009-2013 dhe nga 2013 deri më sot. Dhe në këtë sens, kjo gjë tregon që nëse duam të përfshim masa më të gjëra popullore në rritjen ekonomike, duhet të merremi me patjetër me reforma në sektor të caktuar për t'i futur ato në tregjet globale. Pra, është e domosdoshme të sqarojmë pronësinë mbi tokën, është e domosdoshme të sqarojmë dhe të krijojmë një rrjet të prodhimit bujqësor, një sistem të transformimit pra një industri të lehtë. Mundësisht për të filluar me ato industri të rënda që përpunojnë lëndët e para dhe mineralet që ka Shqipëria dhe pasuritë nëntoksore që ka Shqipëria, duke thorur edhe për rafineri nafte të re e kështu me radhë. Duke vijuar pastaj me sektorët e tjera. Pra, shumë mirë IT, shumë mirë përgatitja e rinis drejt një konkurrencë ndërkombëtare. Por edhe një element tjetër, vendi për të pasuruar duhet të jetë sa më i hapur, me kontrolle efikase, por sa më i hapur ndaj prurjeve ndërkombëtare. Pra, unë nuk jam nga ata që janë kundër emigrimit ose sjelljes së punonjësve tuaj, sepse por jam edhe nga ata që thonë dakord, po kujdes që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm duhet të pasohet edhe nga shërbime të qëndrueshme. Që do të thotë një përmirësim urgjent dhe i domosdoshëm të sistemit shëndetësor kombëtar. Dhe elementi i dytë që është një kosto e fshehur e rënd për xhepat e familjeve shqiptare, dhe elementi i dytë është një përmirësim i sektorit shtetëror arsimor. Nuk është vetëm rrogë, është shumë më e thellë se aq. Këto gjë do e bëjnë vendin që të ketë një qëndrueshmëri shumë më të madhe, jo vetëm nga pikpamja ekonomike, por të ketë lëndën e parë më të rëndësishme që janë burimet njerëzore. Burimet njerëzore, patjetër. Dhe për ta mbyllur tek konkurrenshmëria e bizneseve tona me ato të Bashkimit Evropian. I njohim dyja palët, çfarë standardesh kanë evropianët, çfarë standardesh kanë bizneset tona. Supozojmë gjithmonë që 2030 do të jetë antarësimi në Bashkimin Evropian, sikurse është objektivi, që duket më së real këtë herë. Kemi standarde realisht për të konkuruar dhe kemi kohë për të përmirësuar? Atëherë, të sqarojmë disa elemente. Ne kemi hapur 3 grupë kapituj të mëdhenj. Po. Një grupë kapituj të tret ka shumë elemente që lidhen me konkurrueshmërinë e ekonomisë. Grupë kapituj mundet të mbyllen edhe pa plotësuar të gjithë, dhe gjithsesi ti mundet të futesh në be. Dhe i plotëson rrugës. Dhe i plotëson rrugës. Dhe kjo gjë ka ndodhur me Rumaninë dhe Bullgarinë,
të cilat vjojnë ende të kenë distancë në raport me vendet e tjera të BE-s, por gjithsesi hyrja në BE i ka bërë që të kenë një rritje ekonomike domethënëse dhe një përmirësim domethënës të qëndrimit të qytetarëve brenda vendit. Pra, gjithsesi ja vlen. Patjetër. Po të them. Dhe ideja është që po, është e vërtet, kësaj radhe është seriozisht, fatkeqësisht, jo për meritat tona, më shumë se sa për një situatë ndërkombëtare e ndërlikuar, dhe bërësin Shqipëria rastis që tjetë nga krau i dur kësaj radhe, dhe kjo është lajm shumë i mirë. Pikërisht për këtë arsye, duhet që të gjitha institucionet jenë gati dhe të gatshme. Nuk kam fjalë negative në këtë sens, pra më duket që është marrë pozitivisht çështja, por nga ana tjetër, për te aplikimit dhe aprovimit të ligjeve, nevojitet që strukturat qeverisë të merren seriozisht me jo vetëm hartimin e planeve, po edhe me gjëra që na ka munguar zbatimin e tyre. Ajo është më e rëndësishmja në realitetin ton. Sepse mundet të bëjmë shumë plane, por strategji kemi ne pafund. Pasojat janë që ato duhet jepet llogari mbi këto plane. Dhe kjo jo në një sens politik, në sensin o zgjodhen këtë, zgjodhen atë, pra është një gjë teknike që duhet kryer. Dhe që deri më sot nuk është bërë. Ndërkohë që duhet merret seriozisht për ndryshimin, strukturor të ekonomisë së vendit. Nuk do me thënë të shkatrojmë sektor, do me thënë që ato sektorë që na mungojnë dhe por që kemi potencial të angazhohemi që t'i bëjmë realitet. Zoti Spa, ju falenderoj që ishit në studio. Kënaqësi.